në rrjedh. Po zoti Strazimir. Unë nuk e njoh ministrin, me thënë drejtën, nëse kishe për qëllim të më jepje siguri, duke më lexove CV-n profesionale të ministrit, më ke dhënë pasigurinë më të madhe. Jo, nuk e bëra për atë qëllim. Nëse është pjesë e asaj ministrie që më ka më shumë ministra në burg se sa ka më shumë, mu nuk më jep siguri që nga ajo ministri ka dalë ky ligj. Kam detyrën time të dyshoj. Dhe për këtë punë jemi këtu që të rrafim mendimet sa më mirë. Ti ke bindjen që nuk kemi nevojë ta shohim, sepse ashtu kam sa më shumë të shtohet bindja aty që s'kemi nevojë ta shohim, aq më shumë shtohet mu dyshimi që duhet ta shohim. Të thash edhe një herë, në qoftë se ti ke vendosur të shkosh ti shohësh ti dëgjosh dëgjesat publike, mund të shkosh ti dëgjosh edhe tek komisioni i përgjegjës. Por kjo nuk do të thotë që ti të mund të kufizosh drejtën tonë se për kë thrasim këtu dhe nga kush duam të sqarohemi. Nuk e bën dot. Prandaj thash edhe një herë, e rëndësishme është ne të tregojmë vullnetin tonë politik, ta shohim deri në fund ligjin me debat me të gjitha dhe dalë një ligj i mirë. Është një gangren politike edhe teknike e këtij vendi. Nuk mund ta kalojmë kështu. Dakor? Dhe nuk do ta kalojmë dot kështu. Prandaj po them gjithmonë në shprehje të dëshirës mirë për ta kryer gjën. Mos nxitoni as mos guxoni të bëni seleksionime, kë kemi nevojë në thrasim tu për të dëgjuar apo jo. Ti nëse do shko dëgjoj atje ke zonja Denaj, unë s'kam më shku ke zonja Denaj. Ne kemi të drejtën tonë pa kufizim të thrasim dhe të konsultohemi këtu me cilin do, dhe është e drejtë që do ta shfrytëzojmë deri në fund. Faleminderit. Faleminderit zoti Strazimiri, me thonë drejtën dhe një nxitim e kemi. Tani që flasim. Nxitimi ka të bëjë me Shqipëria 2030 mbaje. Duhet përmbushim negociatat deri në fund vitit 2027. Është një nga ato projekt ligje që na e shkurton rrugën tonë për në Europë. Kështu që nëse ju nuk keni nxitim se keni qenë në 2013 që s'keni nxitim. Kemi nga 2030 që nuk keni nxitim dhe mirë bëni që s'keni nxitim. Ne me thona drejtën kemi nxitim. Do habitesh se të do të mbështes kjo. Kemi shumë nxitim, jo për Shqipëria 2030, po 2029-2027 nuk e kemi aty. Pikërisht se ju keni këtë nxitimin, gjëja e parë që keni bë, seanca e parë ku është votuar në kuvend, mbas qeverisë. Keni marrë dhe keni sjell, keni shfuqizuar ligjin që ishte po ashtu me Brukselin, strategjinë e të gjitha, sepse keni thënë do të bëjmë një ligj të ri. I vetmi rezultat që ka dhënë ai ligji është kjo urgjenca e re që kemi për Shqipërinë 2030, po na mysin plenat. Është mush burgu, s'ka më vene, veçanërisht me drejtori Ministrisë së Mjedisit. Tani nga mjedisi mos kalon burgu. Që janë në burg janë në kërkim. Kështu që historinë për atje mor janë. Për atje janë. Dakor. Tashti në qoftë se ke këtë urgjencë dhe do më vazhdu prapë si në 2013 me këtë urgjencë që ke kanë ikë 12 vjet ulsi. Unë kam urgjencën çik më të madhe, e bëjmë një herë mirë këtë punë, jo që të na thush në 2030-ën Shqipëria 2023, 2043. Kështu që prandaj po them, urgjencën e ke pas që në 2013-ën, ke 16, ke 12 vjet, ke hyrë vitin e 13, që ngelesh ponat e emergjencë. Me kosto buxhetore 400 ca milionë euro, ku do të shas disa do mbyllet. Kështu që me të njëjtën retorikë. Fola për urgjencën time. E mora vesh pra urgjencën tate, po tregoj edhe 2013-s. Kështu që këtë urgjencën që ju vjedh ka 600-700 milionë euro shqiptarëve nëse lejojnë.